Hani kumulla të thata çdo ditë dhe I thoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Ngrënia çdo ditë e kumullave të thata ndihmon në parandalimin e rënies së dëndësisë kockore. Sipas një studimi shkencor të kohëve të fundit, të cilave u referohemi sipas Healthline, konsumi ditor I kumullave të thata ndihmon në riparimin e dëndësisë së humbur të kockave dhe përmirëson shëndetin e tyre. Në këtë video do ju sjellim disa informacione të detajuara mbi vetitë e forta të kumullave, si të thata ashtu dhe të freskëta në forcimin e shëndetit tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kumullat e thata përmbajnë një profil të pasur të vlerave që përmirësojnë shëndetin e kockave. Kumullat e thata përmbajnë vitaminën K, kalium dhe shumë antioksidant. Të gjithë këto ushqyes mund të merren edhe nga burime të tjera. Për shembull, çerek racioni me brokoli ofron të njëjtën sasi të vitaminës K si kumullat e thata. 6 kajsi të thata ose një çerek avokado ofrojnë të njëjtën sasi si 3 ose 4 kumullat të thata. Kumullat janë një ushqim I nevojshëm për shëndetin e kockave dhe jo vetëm. Megjithatë, ky frut mund të ofrojë edhe një larmishmëri të gjerë të përfitimeve në mbrojtjen e shëndetit përveç nyjeve tuaja. Kumullat janë fruta të jashtëzakonshme dhe të shijshme nga më të preferuarat për konsumatorët shqiptar. Kumullat I përkasin familjes botanike Rosaceae, që përfshin pjeshkët, kajsit dhe nektarinën. Kumullat I gjejmë në ngjyra dhe forma të ndryshme, në plot 2000 varietete të ndryshme. Në vendin tonë ka një prodhimtari të gjerë të tyre. Kumullat janë një nga burimet më të pasura të vlerave shëndetësore të vitaminave dhe mineraleve. Ato përmbajnë vitamina të rëndësishme siç janë vitamina A, vitamina C, K, B1, B2, B3, B6 dhe vitamina E. Kumullat përmbajnë minerale të çmuara të tilla si kaliumi, fosfori, magnezi, hekuri, kalciumi dhe zinku. Ato janë burime të pasura të fibrave dhe kanë pak kalori. Megjithatë, përfitimet që do të merrni prej tyre do të jenë të larmishme. Kumullat janë të pasura me nivele të larta të antioksidantëve. Kumullat përmbajnë vitaminën C dhe fitonutrient, këto përbërës kanë vlera antioksiduese që parandalojnë dëmet e shkaktuara nga radikalet e lira. Substancat që gjenden te kumullat ofrojnë mbrojtje të yndyrnave thelbësore te neuronet dhe mbaresa qelizore kundër çdo sulmi që shkaktohet nga stresi ose vetë procesi I oksidimit. Kumullat kanë efekte hiperglicemike dhe ndihmojnë në luftën kundër luhatjeve të sheqerit në trup. Studimet kanë treguar se konsumi I kumullave ndihmon në reduktimin e glukozës dhe triglicerideve në trupin tuaj. Flavonoidet që gjenden te kumullat kanë vlera të larta mbrojtëse edhe kundër problemeve që I kanosen imunitetit. Kështu, përfitimet e tyre në shëndetin tuaj do të jenë një mburojë shumë e çmuar në betejën kundër komplikacioneve dhe nxitjen më të mirë të organizmit tuaj në tërësi. Flavonoidet që gjenden te kumullat do të rrisin rezistencën e insulinës në organizëm. Shëndeti kockor do të pasurohet me shtimin e kumullave. Konsumi I kumullave të thata ndihmon në ruajtjen e shëndetit të kockave. Flavonoidet e kumullat parandalojnë përkeqësimin e indeve të kockave dhe si rrjedhojë sëmundje të osteoporozës te femrat pas menopauzës. Falë përmbajtjes së tyre, kumullat e thata inkurajojnë formimin e kockave, dëndësinë e tyre dhe ndalojnë shkatrimin e tyre si pasojë e mungesës së hormoneve ose si pasojë e plakjes. Kumullat janë të mira për tretjen. Kumullat janë një burim I pasur I fibrave që rregullojnë sistemin tretës. Sipas të dhënave, kumullat e njoma ose ato të thata janë tepër efektive për të trajtuar çrregullimet e tretjes siç janë edhe konstipacioni. Sistemi juaj nervor do të përfitojë nga kumullat në menun tuaj ditore. Kumullat përmbajnë vitaminën B6 që ndihmon në transmetimin e sinjaleve nervore dhe ruan funksionin më të mirë të sistemit. Ato ndihmojnë në zhvillimin e trurit dhe formimit të hormoneve që kanë ndikime te humori ynë. Triptofani është një aminoacid që ndihmon në prodhimin e neurotransmetuesit serotonin, që luan një rol të rëndësishëm për gjumin, oreksin dhe përqendrimin. Shëndeti juaj kardiovaskular do të përfitojë nga konsumi I kumullave. Konsumi I kumullave ruan shëndetin e zemrës. Sipas studimeve, nëse I konsumoni kumullat e thata rregullisht,
Një gjë e tillë do të përmirësojë qarkullimin e gjakut në arterje, por jo vetëm kaq. Kumullat parandalojnë disa çrregullime kardiake, zhvillimin e arteriosklerozës dhe uljen në riskun e atakut në zemër. Sistemi juaj imunitar do të përfitojë me konsumin e kumullave. Kumullat janë të rëndësishme për të forcuar imunitetin dhe falpranisë së vitaminës C. Ato forcojnë rezistencën e trupit ndaj infeksioneve të ndryshme dhe inflamacionit. Studimet kanë treguar se kumullat luajnë një rol parandalues për zhvillimin e qelizave të dëmshme dhe kanë vlera të mëdha në parandalimin e një sër komplikacionesh. Kumullat e ruajnë nivelin e kolesterolit. Lëngu i kumullave do të ruajë kolesterolin e mëlçisë në nivele normale. Fibra nga ana tjetër mbron zemrën dhe ul riskun e kolesterolit të keq dhe rrit kolesterolin e mirë. Kumullat janë një ndihmë shumë e mirë kundër ankthit. Konsumi i rregullt i kumullave do të ulë ankthin. Sipas studimeve, kumullat janë një burim i pasur i antioksidantëve dhe acideve që ofrojnë një mbrojtje kundër problemeve që shkakton ankthi dhe nxitja e stresit. Kumullat janë një nxitje shumë e mirë e shëndetit tuaj, për sa kohë konsumohen në kujdesin e duhur ditor. Kumullat njihen si një multivitamin natyrale edhe pse ndoshta nuk i konsumoni aq sa duhet. Ka disa arsye pse duhet i shtoni me patjetër në dietën tuaj. Kumullat përmbajnë më tepër se 80 lëndë ushqyese shumë të rëndësishme për mbrojtjen e shëndetit tuaj në tërësi. Kumullat e freskëta, gjithashtu dhe ato të thata, janë një ndihmë shumë e mirë për shëndetin tuaj. Ato ndihmojnë në përthithjen më të mirë të niveleve të ekurit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Një kumull do të ofrojë 84% të përmbajtjes së saj ujë, 0,6% proteinë, 10% karbohidrate dhe 2,1 gram fibër dietike. Përveç kësaj, kumullat kanë nivele të ulta të yndyrnave dhe kalorive dhe përqindje të larta të vitaminës A, vitaminës E, vitaminës C, kaliumit, magnezit, gjithashtu edhe nivele shumë të mira të elementeve të tjerë ushqyes. Ja disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nëse shtoni në dietën tuaj të paktën 5 kumulla çdo ditë. Nivele të ulta të sheqerit në gjak. Kumullat kanë një indeks të ulët glicemik që do të thotë se ato mund të ndihmojnë të kontrolloni më mirë nivelet e sheqerit në gjak dhe të zvogëloni gjithashtu riskun e zhvillimit të diabetit të tipit 2. Kumullat do të përmirësojnë edhe nivelet tuaja të kujtesës. Nëse konsumoni disa kumulla në ditë, do të ndihmoni organizmin tuaj të lirohet nga efektet negative të radikaleve të lira, të cilat mund të ndikojnë në ruajtjen e kujtesës suaj. Kumullat janë plot me nivele të larta të antioksidantëve, të cilët do të ndihmojnë në ngadalësimin e zhvillimit të problemeve të Alzheimerit, sipas ulëntimeve të shëndetësore nga Universiteti i Harvardit. Ato gjithashtu përmbajnë antioksidantin quercetin. E dobishme kjo edhe fal elementeve të dobishëm në parandalimin e dëmtimit të qelizave të trurit. Shtimi i kumullave në vaktet tuaja ditore mund të jetë një mburojë shumë e mirë për shëndetin tuaj të zemrës. Një kumull i freskët do të ofrojë të paktën 113 mg kalium, i cili ndihmon në kontrollin më të mirë të tensionit të gjakut dhe zvogëlon riskun e goditjeve në tru, gjithashtu edhe sulmin në zemër. Kumullat përmirësojnë dhe mbrojnë sistemin tretës. Kumullat lehtësojnë kapslëkun dhe ndihmojnë me problemet e tretjes së ushqimit. Ato janë të pasura me fibra dietike, sorbitol dhe histain. Kumullat e thata janë të mrekullueshme për të përshpejtuar tretjen. Një mënyrë tjetër e konsumit të kumullave gjatë gjithë vitit është t'i zhysni ato në ujë të zjerë, t'i lini të ftohen dhe më pas t'i ngroni sipas dëshirës. Kumullat janë të mira gjithashtu edhe për shëndetin e syve. Kumullat janë të rëndësishme për shëndetin e syrit. Fitonutrientët që përmbajnë kumullat ulin riskun e zhvillimit të degenerimit makular ose pikave të verdha, çrregullimeve shëndetësore që zakonisht prekin njerëzit e moshuar. 3 deri në 7 kumulla çdo ditë do të jetë një mënyrë shumë e mirë për të marrë përfitimet e tyre. Ndaj mos nguroni t'i keni pjesë të rëndësishme të dietave tuaja këto fruta për të marrë përfitimet dhe për të evituar gjithashtu edhe ndikime negative. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, edhe nuk ka në për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.